Shpesh në njerëzve që më parashtrojnë pyetje tham, është mirë me lexu për vlerën e agjerimit. Ti veç kur ta kuptosh. Se çat ditë agjerimi, mundot Allahu ty në iftar, me të liru nga zjarmi i xhenemit, e me të bë banor xheneti, jo ba u shtel me dugme, me gjithë këtë teknologji. Valla me t'i dhon, ka dy thas çiment ka 50 kg mi bajt në qaf, kimi bajt, veç kur të shkoj menja se unë sonte mu me fitu xhenetin. Me shpëtu nga tortura e xhenemit. Po, me shpëtu nga tortura e xhenemit edhe me u liru për gjithmonë nga ajo breng, çdo besimtare ka. 2000 qaf. Si një edhe 3 ban. Kur kemi motivim, ama. Po, dhe vo. Kur s'kemi motivim, kur mendon se agjerimi është një adhurim që duhet mu çon se firme bon jetë edhe me net pa buk deri në iftar. Prandaj sa shpjegimi i zbet i agjerimit. Shumë shpjegim i zbet edhe është shpjegimi i cili si motivon njerëzit me agjeru edhe ai thot ka një therr që a ban ta prish agjerimin, hoxh mu thi thoja dhe a lejohet me prish agjerimin. Dhe Edhe pyetje na vin po. Po dhe pyetje banale, veç do me gjithë behone, si me abo qarën me prish agjerim. Po, agjerimi është mes te dhe Allahut. Ti si dush edhe prishe? Ama shpërblimi? S'kemi, o gjallarë s'majnë kam gjik, me shtindikan me zonë ma agjerim. Na të regojmë si qka është. Sa shpërblimi i madhë që është. Edhe, qfar humba i cilë nuk agjeran? A qfar fiton? Dikush më thotë, po mirë tregom çka fiton ai çfarë. Asun se di. Si be o se di. Se Allah i madh ka thonë, krahas krejt çatimve që i tregojmë në xhallar, sa se vape madhe me agjeru, Allahu thotë, ja, unë kam e shpërblej agjeruesin. Zoti i madh thotë, unë do ta shpërblej agjeruesin, thotë ka diçka që është surprizë për agjeruesin. Allahu akbar. Subhanallah. Ku me di çka është ajo? Ku me di çka është? Ndoshta është edhe hinin xhenet pa llogari. Veç Allah e dhe atë mu. Kush mundet me andala atë zotë? Për dhe ajo është, Allah e kalon surprizë, që ta bën me di se kjo është për te imagjinatës tënde. Masi ti te imagjinu me thonën, hini ben xhenet, jo, kjo diçka më shumë, se imagjinata jote atë që ka përgatitur Zoti, ki truni janë i vogël se ne kape, se ne akceptoj. Se i vogël, atë shka hardiski atë zën. Ajo diçka mega, diçka pa imagjinueshme për besimtare. Veç të të mendojsh, edhe more me handhon, me hekrin, qimentën, blokin shakatit, si ndin, si kur se ndodhë me shumë besimtar tjerë.